Këtu është horoskopi e diel 20 prill 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Paraja mund të jetë thalbi i momentit. Mundohuni të mos shkelni në gishtat e askujt. Demi. E bukur kjo situatë që shtyn drejt dashurisë. Mos i lini pas dore miqësitë që mund t'ju mbështesin. Mundësitë që lindin tani duhet të shfrytëzohen plotësisht. Binjaket. Në dashuri nuk është rasti të flasësh nëse nuk je më se i sigurt për atë që ke për të thënë, ndoshta është e vështirë të arrish atë që do. Ka disa ditë që vëmendja juaj është zhvendosur në diçka tjetër, para. Gaforja. Fshini situatat që nuk ju kënaqin. Është bukur të ëndërrosh, por tani të jesh konkret. Luani. Ka një mesazh të çuditshëm, dikush përpiqet të bëjë të zemërohesh edhe mund të kesh sukses në një ditë që po humbe rrahjen e saj, mund të rikuperosh shumë shpejt. Kujdes nga prishjet e vogla, shpenzimet e paparashikuara. Virgjeresha. Po ndjeni një dëshirë të madhe brenda jush, ndjeni të gatshëm të vendosni gjithçka në linjë nëse nuk ka personin e duhur pranë jush në dashuri dhe edhe mund të bëni diçka marrëzi. Peshorja. Ju keni vendosur të provoni veten, edhe t'i zbuloni botës diçka për veten tuaj. Është e mundur që do të vijë një mesazh i veçantë. Akrepi. Sot jeni pak poshtë në hale, do të kishit nevojë për miq dhe pozitivitet rreth jush, dukeni të patundur, por brishtësia juaj e brendshme është e madhe. Në dashuri ka nevojë për më shumë bashkëpunim. Shigjetari. Disa kanë kaluar ditë të vështira, kjo është pikërisht arsyeja pse ju duhet të relaksoheni. Jini të kujdesshëm në trajtimin e situatave. Mbrëmje e këndshme me partnerin. Britsjapi. Ecni përpara drejt qëllimeve që i keni vënë vetes, të armatosur me shpirtin tuaj këmbëngulës dhe optimist. Emocionet mund të bëhen të rëndësishme dhe ju vetë së shpejti mund të merrni një konfirmim. Ujori. Është e mundur që ekziston një kontrast i vogël, ndoshta thjesht një situatë që provokon nerva. Ju duhet të shikoni për një qoshe të gjithëve, një pauzë për reflektim që ju ndihmon të shihni të ardhmen me më shumë qetësi. Kohët e fundit keni përjetuar shumë tension. Peshqit. Klima me shumë interes për të ardhmen, ju jeni duke kërkuar stabilitet. Në dashuri mund të rindërtoni një lidhje në krizë ose të hidhni tutje kujtimet, nëse keni nevojë të filloni një histori të re. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftime. Shihemi së shpejti.